Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të martë datë 7 tetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin kush e ka fuqinë për t'i ndaluar padrejtësitë dhe nuk e bën, është përgjegjës për padrejtësinë. Krimi godet drejtësinë, humb jetën gjyqtari Kalaja. Opozita ndodhet në një pikëjatë të rrezikshme, PSPD kontrollojnë së bashku sistemin politik shqiptar nga ish-presidenti Bamir Topi. Ish-këshilltari i Trumpit, presidenti po mbështet Ballkanin, por skandali me Gonigal nuk do të kalohet pa pasoja, sidomos tani që FBI po e heton. Në gazetën Dita mund të lexoni nuk është çështje metalike, është ekzekutimi gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit është pasqyrë dramatike e dështimit shtetëror në menaxhimin e çështjeve të pronës. Në qendër të kësaj tragjedie nuk është akti ekstrem i një personi, por një sistem që ka prodhuar padrejtësi për vite me radhë. Godina me 31 familje, origjina e konfliktit të pronësisë që solli vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja. Pse Floriani Humorit është kandidati që i bën të ndihen mirë të gjithë, nga Skënder Mingjozi. Shtyhet me 2 vjet zbatimi taksës së re për pasuritë e paluajtshme, vendimi. Në gazetën Panorama mund të lexoni plumbat mbi drejtësinë, vritet brenda gjykatës gjyqtari Astrid Kalaja viktime kaosit të pronave, plan i mirë menduar i autorit për vrasjen e gjyqtarit në sallë, sapo humbi gjyqin, konflikti. Florian Binaj, kandidati PD-s në zgjedhjet për Bashkinë Tiranë, vijon lista me pronat që legalizohen në 6 qytete. Në Panorama Sport mund të lexoni Laçi e sheu, ndeshje e madhe, shkojnë për 3 pikë. Partizani largon Milinkovicin edhe flamurtari pa trajner. Në Vlorë ka nisur audicionet ndërsa Tedema drejton Kërnaja. Vllaznia fiton betejat kryesore, dominim ndaj rivalëve. Të fortë në transfert, kalendari plus për Bardhe Blut. 3 finale për fazën e parë, Blut shkelin sezonin e shkuar. Egnatia gjen ekuilibrin dhe marshon drejt Kreut. Elita thërret Skënderbeun, Besës i bllokohet merkatoja.